يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në vazhdimin e ajeteve në surën Al Imran: "Wa la in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsharun." Vdiqet ose u vrat, te Allahu keni mu kthyr. Fa bima rahmetin min Allahi linta lahum. Prej rahmetit të Allahut ndaj teje o Muhammed, që ishe i but me ata, me sahabët, me muslimanët. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Po të ishe i vrasht edhe me zemër të ngurt, njerëzit kishin më u largue prej teje. Fa'fu anhum, faljav kur gabojnë ata, wastaghfir lahum, edhe kërko falje te Allah subhanahu wa ta'ala për ta, wa shawirhum fil amr, edhe konsultohu me ta për çështjet e juaja. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, edhe kur të vendosësh për diçka, mbështetu në Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, se Allah subhanahu wa ta'ala vërtet i don ata të cilët mbështeten në Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo është përkthimi i ajeteve. Komenti i ajeteve: "Wa la in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsharun", nëse vdesni ose vriteni, te Allahu keni mu kthy. Dhe kjo është përgjigje për ata të dersit kalum që e thonin munafik, që thonin se na të shkum mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po vritemi. Mos me shku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nuk ishme vra, kishme me të gjallë. Dhe te Allah subhanahu wa ta'ala u shpjegon se nuk është e vërtet. Nga se ati që i vjen vdekja, shkoj në luftë ose nuk shkoj, ka me vdek në kohën e caktuar prej Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse vdesni në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala, është më mirë, duke mbrojt fjalën e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por përfundimisht: "Wa la in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsharun", vdiqet ose u vrat, te Allahu keni mu kthy. Çështja është kthimi te Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk është vdekja ose mënyra në cilën ka vdek njeriu. Ose çfarë do të jetë vdekja, rezultati është kthimi te Allahu subhanahu wa taala. Është e vërtetë se vdekja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala është më e mirë, por edhe vdekja në shtëpi apet çon të ringjallja. Edhe vdekja në rrugën e Allahut apet çon të ringjallja. Sa për me kuptu, prej çështjeve të cilat nxjerrin prej fesë, është shirku i madh, është kufri i madh, edhe është nifaku i madh. Që të tre këta në fund në xhenem shkojnë. Është ndarjen e bojmë, edhe duhet me bo, për shkak të veprimeve me të cilat kanë dalë njerëzit prej fesë. Për shkak se ata që janë mushrikin kanë dalë prej fesë, nëse kanë qenë gjithmonë musliman, për shkak se kanë adhuruar dikën tjetër përveç Allahut. Ata që qafira kanë dalë prej fesë se janë pabesimtarë për shkak se kanë mohuar
diçka prej librit të Allahut ose sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veprat e tyre janë të ndryshme. Ata të cilët janë munafikin, ata kanë shfaqur Islamin nga mrena, nga jashtë, por mrena kanë qenë pabesimtar. Ta shfunin ku e kanë, krejt në xhehenem. A vdes mushrik, a vdes kafir, a vdes munafik, pastaj për shkak të rezultatit është njëjtë. Se edhe këto të gjithë janë në xhehenem. Edhe a vdes në shtrat, a vdes në rrugë, a vdes në punë, a vdes kudo, la ila Allahi tuhsharun. Në fund, kena më kthyer te Allahu subhanahu wa ta'ala. Fabima rahmetin min Allahi linta lahum. Për shkak të mëshirës që Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka dhënë ty o Muhammed, ti je kam i butë me besimtarët. Allahu subhanahu wa ta'ala kur e ka lavdruar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë edhillatin ala al-mu'minin izzatin ala al-kafirin. Kanë qenë sahabët të butë, të përulur ndaj besimtarëve, izzatin ala al-kafirin, krenardhë të ashpër ndaj atyre të cilët nuk janë besimtarë. Ku kanë mësuar sahabët këtë lloj sjellje? E ka mësuar te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për cilin Allahu ju ka thonë walakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju shembull më të mirë e keni Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në të gjitha drejtimet. Një prej drejtimeve sjellja me musliman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij, me muslimanët ka qenë shumë i butë. Saqë sahabët thonë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka thonë që të punë ke bë keq, kurrë. Kur në jetën e vet nuk na ka thonë që të punë ke bë keq. Nëse u kon keq, ka thonë kjo punë ka mujt më bë kështu më mirë. Më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që i kanë shërbyer të shtëpive me vite, kur nuk ka thonë edhe për punët e shtëpisë, për gjonat që janë të fesë, kur nuk ka thonë ç'e keni bë, keq që keni bë. Ka thonë kjo punë ka mujt më bë më mirë. Që kjo punë është më mirë çështë se sa çashtu që e keni bë ju. Fabima rahmetin min Allahi linta lahum, dhe kjo prej rahmetit të Allahut që ja ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të shka du të me bo muslimant, a du të me pasua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në të gjitha çështjet, edhe në çështjen e sjelljes me musliman. Çështja e sjelljes me musliman është një kryesorja butësia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër ka thonë kudo që ka hije butësia, ajo punë është përmirësu, u rregullua, edhe kudo që ka hije vrasësia, ajo punë u prish. Walau kunte faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Po të ishe o Muhammed i ashpër, i ngurt, me sjellje jo të mirë ndaj sahabëve, edhe me zemër të ngurt, njerëzit ishin larguar prej teje, nuk ishin nejt afër teje. Njerëzit sahabët kanë pas qef me nejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E tillë do të më konë edhe me besimtarët, një besimtar tjetër, ose besimtarët e tjerë, do të më pas qef që të takojnë me ty Allah, jo? Ku me thonë që edhe ky koka, tash më trishtua që takohesh me një musliman. Për shkak se njerëzit, fjolla për musliman, se ti nëse do në me kallëzua ashpërsie, fuqie, ti e ka vene sa dush, jo me njerëz që ti binë sishte Allah subhanahu wa ta'ala, jo me njerëz që i kërkojnë falja Allah subhanahu wa ta'ala me ngjese mbrëmje, me ata do të më konë më sjell mirë. Nëse sjellja e mirë ban që muslimanët për shkak sjelljes me u ofrua afër njëri tjetrit, dhe kur ofrojnë afër njëri tjetrit edhe punojnë më shumë për fe, edhe janë më të fortë edhe kanë mundësi më të shumta me fitua prej mëshirës e Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa'fu anhum
o Muhammed, kur gabojnë sahabët ndaj teje, faljatë. Është në të më pas shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur gabojnë musliman ndaj neve, që të më bëjmë me fal. Se na inatin ndaj muslimanëve e mojmë me vite. Inatin ndaj mushrikëve as një ditë. Kjo është gabim i madh. Fa'fu anhum, falja atyre. Imam Shafiu Allahu pas më shërua, kushdo që kërkon një vëlla musliman i cili s'ka me gabu ndaj tij kur në të rinjtë shtëpia vet, se kur s'ka me gjetë ashtu, s'ka as vëlla musliman. Fa'fu anhum, atë se sikur ti që gabon ndaj tyre, edhe ata gabojnë ndaj teje. Çështja e parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa'fu anhum, falja. Dhe shifni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahara i tamam, kalon. Çështja nuk ka rregull dhe ka shpjegu. Kjo nuk bëhet çështu, bëhet çështu. Tamam, herën tjetër kupton, e din. Wastaghfir lahum. Ma shumë se sa më afal, aloma në shkallë më lart. I thotë Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kur ti je vetë ti, wastaghfir lahum, kërkoj Allahu subhanahu wa taala falje për ata. Tash llogaritë na më konë mes veti, kur ka bënë një tjetëri, me a falë. E ku shkëm të shmija, të na vetë, para një kërkosh, o Allah, fale filonin, fale gjenot atina, atina. Po na bëjmë, këtë prapë, theja qofën tina, theja qofën atina, mësë qilë se boja tomë. Kjo gabim. O shawirhum fil amr, dhe konsultohu me ta. Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e ka urdhëruar mu konsultu me sahabët, që mu konsultu ty të jenë vahi, shpallje. Na pa shpallje, hecë së konsultu kërkush më kërkan, si cili i gra qysh menon vetë, të na rezultate, për që këta del që ashtu qysh ke menu vetë, si s'ka pas konsultim, qysh bëhat ke punë, na banë me bëhat që ashtu, kur të banë 10 menet muslimanve, nuk është sikur më konë 1 mene. Nëse një qështje kanë me bo musliman, nëse janë 10 vetë që menojnë qështë me bo mas miri, rezultati ka më konë maj mirë, se sa si cili me vazhdu qështë menon për veti. Për shkak se dikush e shen një defekt nga kjo onë, dikush e shen një defekt nga kjo onë, eliminon, dikush e menon një mundësi më të mirë se sa që ju ditë, praktikohet. O fa'fu anhum, falja kur gabojnë, wastaghfir lahum, edhe vetë kur ti ti kërkoj Allah subhanahu wa taala që më afal gabimet muslimanëve, wa shawirhum fil amr, dhe konsultohuni, ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam konsultohu me sahabët, tash kretë që to vijnë edhe për neve vlen se Allah subhanahu wa taala thotë lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju shembullin më të mirë keni te i dërguari i Allahut. Atëherë i dërguari i Allahut çka ka bën me sahabët kur kanë gabuar ndaj tij, i ka fal. Që ka bo pastaj kërkon vetë, ka kërku falje të Allahu, për kjo është halon banalt, se këta së të di kërkush përveç të Allahu. Kjo ka zënë që i ti i do musliman për një me. Kur të lutesh vetë, edhe s'po thonë për musliman që si njef, se edhe ata për ata të më lutë, po do të më lutë për musliman që i njef, që i zatet në saf për ditë. Për që ata me emën, me mbemën, o Allah falja gjënat, filonit, që kjo është devotshmëri në mrena është që kjo. Tash na kur jena vetë, nëse me bo istighfar për ta, bëjmë gibet për ta. O shawirhum fil amr, konsultohu me ata, konsultohu për që të punë që i kanë, me pas punë të shtetit islam, do të më konsultu për që më drejtu shteti, me pas punë të një gjamije, më konsultu që drejtu gjamija, me pas punë, qëka do që ka përgjësi, në që ato qështje me u konsultu. Tash, pas konsultimit, gjithmonë islami takon dikujt pastaj me mor vendimin. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në angazhimet më të vogla, sikur që është udhëtimi, ka urdhëruar që nëse janë 3 musliman, njëri prej tyre do të më konë përgjegjës. Ai që është përgjegjës, konsultohet me këta 2, pastaj vendimin e merr ky. Se edhe këta të cilët konsultohen nuk do të me e keq kuptuar situatën. Kur të pyet dikush diçka ta lyp mendimin ton, çështja jote përfundon kur ta japësh mendimin. Të pyet, çka mendon ti për këtë çështje? Çish është më mirë me apo?
edhe ti thunë, si pas mendimit tem, menoj që kështu. Tash ti që to e ke krye. E na e keq kuptojmë këtë çështje që kur na konsulton dikush, menojmë se do të më vendos ai ç'është kena thonë na. Ai nuk ka detyrë me vendos ç'kena thonë na. Ai që është përgjegjësi i ka po llogaritmi 10 vjet që i konsulton, për secilit e merrni ka një mendim edhe në fund e vendos më të mirën e asaj që e ka marrë. Kjo nuk do të thonë që do të më vendos mendimin e secilit, as më refuzu mendimin e secilit, po bashkon është diçka për dikuj. Kur ta dhësh këshillën, që aty ka përfundu ma. Se më kanë qysh menojmë na që du të me vendosë që me thonë na, ti ma nuk je këshilltar, ti je ai që bën vendime. Marrën këshilla, edhe në fund ai që është përgjegjësi, ai do të me vendosë. Edhe pastaj kërkush për muslimanëve nuk ka drejt me kundërshtue atë që u vendos pasi që është konsultu. Shë është gjuna, është haram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin e saktë ka thonë kush e kundërshton udhëhecin e tij, gjithmonë fjala për musliman, se këta munafik ke shpërdorin këtë hadith, udhëhecin tonë për qafirat që i si, kjo është e pasakt. Kushdo që i bindet udhëhecit e tij, i cili ka musliman dhe vendimet i merr pas konsultave me mendjet e ndritura të muslimanëve, kushdo që e kundërshton këto, llogaritet që e ka kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kushdo që e kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, llogaritet që e ka kundërshtuar Allahun. Kushdo që i bindet udhëhecit besimtar, i cili vendimet i merr pas konsultimeve me mendjet e ndritura të ummetit të vendit vet, kushdo që i bindet atij është njëjtë sikur që me ju bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kush i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një sikur me një bind Allahu subhanahu wa taala. Tash thot Allahu subhanahu wa taala fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Pasi që i konsultuar me njerëzit, i konsultuar me sahabët, që ardhën në një përfundim. Ne kemi marrë një vendim, më u prish dynjaja s'do të më robish më. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kur të vendosni për një çështje, i keni marrë këtë mosat, i keni marrë, konsultu njerëzit, i keni pa analizat gjitha, dhe tash mendohet se ç'shtu do të më bëj mas miri. A u bë vendimi, po, ma nuk do të më kthej të mas. Prej veçorive që i ka pas Omer ibn al-Khattabi, Allahu subhanahu wa taala pas të mëshirua, kur është smua Ebu Bekri me vdek, i ka propozuar 6 prej sahabëve, secili prej tyre ka thonë është i mirë për khalife, por ja ka paraqit mendimin sahabëve tjerë, cili mendoni se është më i mirë që ato vendosni, edhe gjithë sahabët ose shumica dërmuese e tyre kanë thonë se mas Ebu Bekrit më i miri për khalife është Omer ibn al-Khattabi. Një prej arsyeve se Ebu Bekri ka pyet, pse mendoni ju që më i miri është Omer ibn al-Khattabi? Një prej arsyeve që kanë thonë sahabët, kanë thonë për shkak se Omeri kur thot për një çështje po, ajo ka vëmet po. Kur thot për një çështje jo, ajo ka vëmet jo. Kështu do të më thonë kushdo që merr përgjegjësi të muslimanëve. Qoftë edhe përgjegjësia e udhëtimit, që është më e thjeshta, 3 vet, njëri për 3 vet, përgjegjësia e udhëtimit, nuk do të më thonë, pelam gjështu një herë të namaz 5 minutave, ja ka kthye me në fije kërkush ka të bë. Kur vendoset që kjo çështu, ajo metet çështu. Kur thuhet për një çështje jo, nuk bëhet kjo, ajo nuk bëhet. Edhe i pëlqen kuna i pëlqen, ecë me musliman. Si pëlqen kuna, si pëlqen, ik. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, kur të vendosni, atëherë mbështetuni në Allahun, mos u mirni me këtë çështje se u krykja më, për shkak se i keni dhënë gjitha mundësitë që keni pas me dhënë, konsulta, analiza të tjera. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, se vërtet Allah subhanahu wa taala i don ata të cilët mbështeten në Allah. Mbështetja në Allah do të thonë që suksesi prej punëve tona vjen prej Allahut. Ne i marrim me gjitha mosat, sebepet, shkaqet, gjitha, por në fund kush është ai që e bën bereqetin ose e bën suksesin ose se bën suksesin Allahu. Atëherë na nuk mbështetemi kur gjë në fuqitë tona se na e bëm se si zhbo, ja. Suksesin e bën Allahu subhanahu wa taala. Ne i marrim me shkaqet, pastaj mbështetemi në Allahun. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور